Horoskopi ditor e Mërkur, 18 mars 2026. Dashi. Hëna e re e sotme sjell një fillim të ri ose një fillim të freskët, të dashur dash, por ka të bëj edhe me nevojën tuaj për të rimbushur përpara se të ecni përpara. Mund të ketë disa punë për të bërë në lidhje me lënien pas të një problemi dhe mund të bëheni të vetëdijshëm për nevojën për më shumë pushim dhe ndoshta për pak izolim ose vëmendje të veçantë ndaj jetës suaj private. Kjo shënon fillimin e një cikli të ri pushimi dhe rimbushurjeje. Mund të jeni duke rishikuar, duke u rimbushur dhe duke u liruar, si shpirtërisht ashtu edhe fizikisht, në javët në vijim. Rrethanat ju detyrojnë vëmendjen ndaj nevojave tuaja shpirtërore dhe shëndetit mendor në këtë kohë të vitit. Energjia e sotme është e gjallë dhe krijuese. Ajo që del në dritë sot mund të zgjasë disa ditë për të kuptuar vërtet. Po e shikoni jetën tuaj ndryshe, veçanërisht çështjet private, personale, të vetvlerësimit dhe financiare. Ju shihni më lehtë fusha që do të përfitonin nga qasje të përmirësuara, duke përfshirë projekte dhe qëndrime. Të punosh në radar është e mundshme, dhe është e dobishme dhe e frytshme. Ju dëshironi të ecni përpara më të lirë dhe më të lehtë, dhe një ndryshim ritmi duket i duhur. Demi. Hëna e re e sotme sjell një fillim të ri simbolik, i dashur dem, si dhe një fokus të fortë në krijimin e kontakteve dhe në kontaktin me të tjerët. Është koha të merrni në konsiderat qëllimet tuaja për të lidhur, për të krijuar rrjete, për të bashkuar ose për të forcuar lidhjet dhe për të ushqyer vullnetin e mirë. Nëse keni qenë të pakënaqur me miq ose shoqëri të caktuara ose keni gjetur diçka që ju mungon në jetën tuaj shoqërore, po filloni të ndiheni gati të merrni kontrollin. Një qëndrim prit dhe shiko mund të jetë i dobishëm tani, por përqafojeni ndjenjen se ndryshimet janë të nevojshme për një përmbushje më të madhe në javën që vjen. Një aspekt diell-uran që ndikon sot ju vendos në formë të mirë për shpresat dhe ëndrat. Idetë e reja dhe sipërmarrjet e mundshme ju frymëzojnë. Mund të thyeni një pengesë ose problem, gjë që vjen si një lehtësim i këndshëm. Jeni në formë të shkëlqyer për të dalë me ide krijuese dhe emocionuese për projektet e ardhshme. Do të filloni të punoni dhe do të ndiheni më pak të frenuar. Binjakët. Të lësh më njanë qëndrimet që të mbajnë të bllokuar në të kaluarën vjen natyrshëm sot, të dashur binjak. Është koha për të reflektuar mbi ngjarjet e fundit në jetën tënde dhe për të ëndërruar qëllime afatgjata ose karriere. Hëna e re e sotme ndodh në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit, dhe karriera dhe manifestimi janë në qendër të vëmendjes. Mund të ketë një ndjenjë të këndshme rigjallërimi në lidhje me qëllimet e planit të jetës, si dhe ndryshime delikate në ndikimin ose autoritetin, karrierën, statusin ose reputacionin tënd. Kjo hënë e re ndihmon në pastrimin e rrugës për fillime të reja. Tranziti i sotëm diell-uran ju inkurajon të bashkëveproni me botën tuaj pak më ndryshe. Mund të mbështeteni në përvojën dhe mençurinë për të zgjidhur një problem që ka të ngjarë të lidhet me karrierën ose reputacionin tënd. Instinktet për të bërë ndryshime dhe përmirësime janë të shkëlqyera, por për shkak se është dita e një hëne të re dhe Mërkuri është ende në retrograd për 2 ditë të tjera, është më mirë të prisni për t'i zbatuar ato. Gaforja. Aspekti i sotëm diell-uran mund t'ju frymëzojë, gafore e dashur, duke ju bërë më në harmoni me nevojën tuaj për ide dhe përvoja të reja. Miqtë dhe të njohurit ose planet dhe ëndrat e reja mund të jenë pjesë e kësaj ndjenje frymëzuese. Kurset, rrjedhëzimi, puna në grup dhe mundësitë e botimit mund të jenë fusha përmirësimi. Miqtë dhe aleancat e formuara përmes studimeve ose aktiviteteve jashtëshkollore mund të jenë në fokus dhe të suksesshme. Ju veçanërisht kënaqeni duke ndarë pikpamjet, filozofitë personale dhe opinionet me të tjerët dhe duke bërë zbulime emocionuese gjatë këtij procesi. Ndërsa një ditë e fortë për ju në nivel shoqëror dhe mendor, është gjithashtu dita e një hëne të re që sjell një fillim të ri simbolik, por kërkon disa ditë për t'u përpunuar. Kjo hënë e re përqendrohet në shpirtin tuaj për t'u rritur, eksploruar dhe zgjeruar përtej përvojave të zakonshme në jetën tuaj. Ngjarjet tani dhe në javët e ardhshme mund të shërbejnë për t'ju nxjerrë nga rutina juaj. Mund të shkputeni nga e kaluara në një farë mënyre, duke ndihmuar në pastrimin e rrugës përpara. Synoni të mbështeteni në durim përpara se të shpaloset një plan, por shijoni një ndryshim të këndshëm ritmi dhe ndërtimin e besimit ose frymëzimit që është në ajër tani. Luani. Luani i dashur, jeni të prirur të dilni me ide të mira kur nuk jeni duke ngjyrosur brenda vijave me diellin që punon në harmoni me uranin sot.
Mund të dilni me një metodë të re që bën mrekulli për ju, ose ka një rritje të reputacionit që duket se vjen nga hiçi. Dëshira për ndryshim pozitiv është më e fuqishme se zakonisht, dhe ju instinktivisht e dini se duhet t'i qaseni gjërave në mënyra të reja për t'u përmirësuar. Një marrëdhënie mund të luajë një rol të rëndësishëm në motivimin tuaj për të arritur një qëllim ose ambicie. Hëna e re e sotme mund t'ju motivojë të filloni nga e para me emocionet, varësitë ose lidhjet tuaja. Mund të jetë një kohë për një ndryshim stili jetese, ose kjo hënë e re mund t'ju frymëzojë të adresoni çështjet që lidhen me besimin që kanë dëmtuar jetën tuaj. Në javën që vjen, mund të zgjidhni një problem të gjatë me paratë ose dashurinë. Mund të shfaqen mundësi për të bashkuar burimet tuaja me një partner ose për të ndarë ngarkesën. Një fillim i ri është pikërisht ajo që ju nevojitet, dhe të shkoni në fushat problematike me besim të rifituar mund të bëjë gjithë ndryshimin. Synoni të lehtësoni fillimin tuaj të ri. Virgjëresha. Kurreshtja dhe gatishmëria juaj për të eksploruar mund t'ju çojnë në devijime argëtuese, virgjëresh e dashur, dhe lidhja me të tjerët që shikojnë përpara mund t'ju jap forcë. Ju tërhiqeni nga përvoja që ju hapin mendjen ose arrini në zbulime emocionuese. Ndërsa një projekt ose plan i mundshëm mund të jetë emocionues tani, një hënë e re ndodh sot, dhe ne jemi 2 ditë pas Mërkurit që përfundon retrogradën e tij, kështu që është më mirë t'i merrni gjërat me qetësi. Lejoni veten të ëndërroni dhe të ndjeni frymëzimin që rritet, por është më mirë të mos shtyni diçka përpara ende. Kjo hënë e re tregon një fillim të ri simbolik, megjithatë, dhe ndryshimet janë në proces. Çështjet e ndarjes, balancimit, harmonizimit dhe partneritetit dalin në pa. Ju po përgatiteni të merrni kontrollin, gati për të lëvizur në një drejtim të ri ose drejt një perspektive të re, të ndriçuar. Kjo hënë mund të përforcojë dhe nxjisë ndjenjat e fundit në lidhje me një person, marrëdhënie ose nevoja për partneritet. Mund të arrini në përfundime kuptimplote në lidhje me nevojat tuaja në marrëdhënie. Peshorja. Mund të ketë zbulime emocionuese rreth dëshirave ose nevojave tuaja të fshehura sot, të dashur peshore. Qasja ndaj gjërave pak më ndryshe vjen natyrshëm tani, veçanërisht me punën, financat dhe emocionet. Meqense se jemi 2 ditë larg kthesës së drejt për drejt të Mërkurit dhe për shkak të një hëne të re sot, sigurohuni që të mos e teproni ose të shtyni një çështje. Sidoqoftë, synoni të shijoni energjitë pozitive që mund të çojnë shumë mirë në përparime të vogla në punën ose jetën tuaj intime. Ju keni një qëndrim dhe fokus pozitiv, edhe nëse po lidhni funde të lirshme dhe po i merrni gjërat lehtë për momentin. Hëna e re e sotme sjell energji për të marrë kontrollin dhe për të ardhmen në punën, shërbimet, shëndetin dhe zakonet tuaja, duke përgatitur terrenin për fillime të reja ose një qasje të re në cilën do nga këto fusha. Mund të jeni shumë të motivuar për të nisur projekte të reja pune dhe programe personale shëndetësore ose fitnesi në javën që vjen. Dëshira për të kujdesur më mirë për veten ose për të bërë më të mirën tuaj personale vjen e fortë. Organizimi dhe përmirësimi i rutinës suaj të përditshme mund të jetë i kënaqshëm. Mund t'i jepni jetë të re rutinave të vjetra ose t'i qaseni punëve tuaja të përditshme në një mënyrë të re dhe më të frymëzuar. Në vend të kësaj, prioritetet dhe detyrat e reja për të menaxhuar mund të zënë vend qendror. Akrepi. Ndikimet e sotme janë të forta për të ëndërruar ide të reja dhe për të përqendruar në interesa të ndryshme, i dashur akrep. Je i duruar për të vënë në veprim plane të reja emocionuese, por qasjet të reja ndaj marrëdhënieve janë në rregull ndërsa përparon. Po shprehesh më lirshëm dhe me shaka, dhe kjo mund të hapë shumë mirë një derë mundësish. Disa fusha të jetës tënde kanë nevojë për hapësirë për eksplorim, çlirimi nga disa rregulla ose pritje mund të ndihmojë në përmirësimin e tyre. Kjo është veçanërisht e dukshme me hobi, kohën e lirë, fëmijët, dashurinë, romancën dhe partneritetin. Hëna e re e sotme, në fakt, nxit lëngjet e tua krijuese dhe mund të nxjerrë në pa prirjet romantike. Ajo nxjerr në pa nevojën tënde për të festuar, për të shijuar veten ose për të shprehur veten. Mund të jetë një kohë pasionante për ty dhe ngjarjet përreth tani mund të të motivojnë të fillosh ose të rinisësh një projekt, hobi ose jetën tënde të takimeve kohës së lirë. Një rritje e energjisë mund të nxjisë aktivitete ose përvoja të gëzueshme. Argëtim cilësor dhe kanale për të shprehur veten mund të hapen për ty në javën që vjen. Ide për të shijuar momentet më të gëzueshme të jetës mund të vinë tani. Shigjetari. Një qasje e re ose e ndryshme ndaj rutinave tuaja të zakonshme mund t'ju freskojë tani, i dashur shigjetar.
Në fakt, një largim i shkurtër ose i vogël nga rregullat mund të çojë në ide ose përvoja të reja interesante. Ndiqni intuitën tuaj kur bëni punën dhe aktivitetet tuaja shtëpiake, dhe ndërsa u afroheni të tjerëve me mendje të hapur, ata përgjigjen duke hapur të tyren. Ndërsa është një ditë me vizion, është e rëndësishme të mos investoni shumë nga vetja ose burimet tuaja në një sipërmarrje të re derisa të keni përpunuar gjërat. Një hënë e re ndodh sot, duke treguar drejtime të reja. Idetë mund të jenë në fazën e çeljes dhe ia vlejnë plotësisht vëmendjes suaj. Kjo hënë e re sjell energji të freskët në jetën tuaj për ndjekje personale dhe shtëpiake. Mund ta konsideroni këtë një nxitje të fortë për të rilidhur me veten, pasi mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të kontrolluar ndjenjat dhe nivelet e rehatisë suaj përpara se të ecni përpara. Një fillim i ri me familjen, jetën në shtëpi ose kushtet dhe rregullimet e jetesës është në proces. Kjo hënë e re thekson nevojën për t'i kushtuar vëmendje të veçantë bazës suaj ose jetës personale. Marrëveshjet dhe kushtet e jetesës mund të vonohen për një ndryshim, dhe së shpejti është koha për të bërë disa magji. Bricjapi. Tranzitet e sotme janë interesante sepse inkurajojnë një frym që shikon përpara, i dashur bricjap, por është më mirë t'i marrësh gjërat lehtë dhe të mos shtysh përpara. Kemi edhe 2 ditë të tjera të Mërkurit në retrograd dhe sot ka një hënë të re, dhe ndërsa është e freskët, është një ide e mirë të përpunosh dhe të lidhesh me intuitën tënde. Megjithatë, mendja jote është e hapur ndaj mënyrave të reja të lidhjes dhe ke një ndjenjë të fortë progresi dhe mirënjohjeje. E vlerëson mundësinë për të eksperimentuar dhe shprehur tiparet e tua më unike tani. Je i motivuar t'i qasësh detyrave të tua të përditshme në mënyra të reja dhe je në rrugën e duhur për një fillim të ri që lidhet me interesat personale, studimet, lidhjet, të mësuarit ose udhëtimet. Kjo hënë mund të shënojë gjithashtu fillimin e një qëndrimi ose mendësie krejt të re që të ndihmon të lidhesh më efektivisht me botën përreth teje. Përmirësimi i aftësive të tua të komunikimit ose marrja e rreziqeve më të mëdha me të mësuarit dhe komunikimin mund të jetë në fokus. Do të krijosh lidhje dhe kontakte të vlefshme dhe të lumtura dhe do të zhvillosh ide të reja emocionuese në javën që vjen. Mund të fillosh një kurs të ri ose një projekt shkrimi ose të bësh një mik të ri, për shembull. Për momentin është një kohë e shkëlqyer për të menduar për qëllimet dhe vendimet tuaja në këto fusha. Synoni të jeni të hapur ndaj idesë se keni nevojë për më shumë stimulim intelektual në jetën tuaj. Ujori. Qasjet inovative ndaj parave ose jetës suaj personale mund të vinë natyrshëm për ju sot, i dashur ujor. Mund të ketë një surprizë të këndshme në linjat financiare, shtëpiake ose të biznesit. Mund të zbuloni një metodë të re ose të dilni me një ide të mrekullueshme që ju çliron nga një problem ose ndjenjë e rëndë. Një depërtim në një çështje praktike, kryesisht financiare, mund të vijë kur nuk po përpiqeni shumë. Një hap i vogël prapa nga një problem mund të sjellë një zgjidhje natyrale, butësisht. Hëna e re e sotme përgatit terrenin për fillime të reja në javën që vjen. Është një kohë e mirë për ide për të fituar para ose mënyra të reja dhe të përmirësuara për të menaxhuar paratë, sendet me vlerë dhe pasuritë tuaja. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të planifikuar dhe organizuar punët tuaja praktike. Sot mund të merrni disa vendime në lidhje me biznesin, financat dhe rritjen e ndjenjës suaj të sigurisë. Nëse po kërkoni të fitoni më shumë, mund të ndiheni të motivuar për të kërkuar kanale të reja ndërsa përparoni. Synoni të merrni dhe të shijoni ide të reja dhe t'i zgjidhni ato me durim ndërsa ecni përpara. Ky mund të jetë fillimi i diçkaje të jashtëzakonshme. Peshqit. Energjitë e sotme inkurajojnë një qasje optimiste ndaj ditës, të dashur peshq. Dielli në shenjën tuaj harmonizohet me Uranin, duke rritur tërheqjen tuaj përmes komunikimeve dhe ideve tuaja. Është veçanërisht e dobishme pasi ju ndihmon të shkëputeni mjaftueshëm për të parë se cilët element të jetës suaj po ju tërheqin poshtë. Lënia pas dore e një problemi mund të jetë një moment i rëndësishëm tani, dhe kjo vjen në një kohë ideale, pak para se të filloni nga e para dhe të fillojë një cikël i ri. Njerëzit ju vlerësojnë më shumë se zakonisht. Mund të jetë një kohë për të ndryshuar rutinën e zakonshme. Hëna e re ndodh gjithashtu në shenjën tuaj sot, duke treguar një fillim të ri personal ose një ndjesi se keni një jetë të re. Ndiheni më të fuqizuar për të bërë ndryshime dhe për ta drejtuar jetën tuaj në drejtimin që dëshironi në ditët në vijim. Sigurisht jeni më të dukshëm dhe atje jashtë, dhe është një kohë e mirë për ta përdorur mirë këtë energji.
mund të ndryshoni mënyrën se si e përshëndetni botën nëse kjo mund t'ju sjellë dobi. Jeni më dinamik se zakonisht dhe riformësimi i imazhit tuaj nëse ka nevojë për përmirësime mund të jetë në fokus. Letësohuni në këtë fazë dinamike të jetës suaj për rezultatet më të mira. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.